2 muajt e parë të këtij viti kanë sjellë një fluks të shtuar të prekurve nga virozat stinore në Dibër. Mjekja infeksioniste pranë spitalit rajonal Dibër në Ada Hoxha thot se fluksi më i lartë ka qenë gjatë muajit janar, ku vetëm në 2 javët e para janë paraqitur 60 persona në ditë në spital. Një pjesë e vogël e të prekurve nga gripi stinor janë shtruar në spitalin e Dibrës. Rastet kryesisht kanë qenë me simptoma të lehta, të cilët kanë marrë mjekimin e duhur si dhe këshillat përkatëse dhe janë drejtuar mjekut të familjes për çdo problematikë që mund të kenë. Ka patur dhe raste gjatë muajit janar, të cilët kanë shfaqur komplikacione, të cilat një pjesë e tyre mund të janë hospitalizuar në Spitalin Rajonal Dibër, por kemi patur dhe raste të cilat janë drejtuar drejt shërbimit infektiv në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Rastet me komplikacione kanë qenë kryesisht me infeksionet respiratore, miokardite dhe rastet me encefalite. Kryesisht rastet të cilat janë komplikuar kanë qenë të konfirmuar nga Instituti i Shëndetit Publik me gripin varianti A dhe varianti B. Mjekja infeksioniste ka dhe një apel për qytetarët. Pacientëve u japim këshillën që të marrin mjekimet e duhura, mos përdorimin e antibiotikëve pa kriter, si dhe për simptoma të lehta, për çdo gjë të paraqiten pranë mjekut të familjes, të cilët do japin këshillat përkatëse nëse do drejtohen drejt mjekut specialist apo këshillat për të vazhduar mjekimet në shtëpi. Ambientet e populluara ndikojnë negativisht në përhapjen e infeksioneve virale, shprehen mjekët, ndaj këshillohet shmangja e tyre.